Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vazhdon tradita nga Monika Lubonja tek Danja, bashkia paguan VIP-at. Velia i dhërjeti specialistëve VIP. Bashkia e Tiranës gjatë drejtimit të Erion Veliajt u kthye në një vend të preferuar punësimi për personazhe të njohura të botës së spektaklit dhe ekranit. Përveç pagave të larta, këto figura siguruan dhe përfitime të tjera në këmbim të promovimit të imazhit të ish kryebashkiakut. Një shembull i fundit është Danja, banorja aktuale në shtëpinë e famshme, e cila pa qenë e vetëdijshme për situatën e Veliajt, deklaroi në shtëpinë e spektaklit se punon në bashki si specialista. Deri në atë moment, banorët e tjerë e njihnin thjesht si modele, por Danja nuk është e vetmja. Një tjetër emër i njohur që ka përfituar nga kjo skem ka qenë dhe Monika Lubonja, e cila edhe pse kaloi 3 muaj brenda shtëpisë, vijoi të paguajë çdo ditë nga Bashkia e Tiranës. Në këtë listë përfshihet edhe Debora Keqi, specialistja në fushën e sportit që u emërua drejtoreshe e klubit Shumë Sportësh në Tiranë, por më vonë u pezullua nga detyra për shkak të hetimeve të SPAK mbi shpërdorimin e detyrës dhe lidhjet me tenderat e dyshim të kompanisë 5D. Një tjetër emër i përfolur është Eneda Tarifa, e cila përveç se e njohur për karrierën e saj muzikore, rezultoi se ishte këshilltare e Erion Veliajt. Ajo madje u shpreh publikisht se vetëm një Erion bën nëna, duke përkrahur hapur ish kryebashkiakun. Bashkia është kthyer në një stret të ngrohtë për miqtë e pushtetit. Në ndërtimin e Veliajt, Bashkia e Tiranës funksionoi si një rrjet klientelist, ku përzgjedhja e stafit nuk bazohej te profesionalizmi, por te lidhjet personale dhe ndikimi publik. Në vend të ekspertizës dhe aftësisë menaxheriale, prioritet u dhan figurave të njohura që garantonin promovimin e vazhdueshëm të kryetarit të bashkisë në media.